I parasysh që reforma ndërsi që u votua me 140 vota, ka patur edhe Rama dhe edhe doktori ndoshta Basha, nuk e di, fuqinë e tyre negociuese, sepse në finale e voton të parlamenti. Dhe në qoftë se nesër parlamenti këtu bëhet bashk pas zgjedhjeve që ta kthejnë monarki ose ta kthejnë komunizëm, nuk besoj se ka për të ardhur Trumpi me revole që t'i vrasi. Në këtë kuptim, ne themi që jemi të varur nga ata dhe jemi se duam, po mund të shkojmë dhe te xhaxhi Enverëre, sa aty ka qenë Amerika dhe në kohën e xhaxhit Enver dhe ishim ashtu si ishim ne. Kemi dhe Kim Jong-unin, do të thonë as do jo, thy qafën, se nuk do të bëjnë me zor ata, pavarësisht interesit që kanë. Në këtë kuptim, mund të them që Rama thot të vërtetën e vet në mënyrën e tij, edhe për ta shfrytzuar si kapital politik, që ne e kemi bërë sepse i kanë favor faktet, por nga ana tjetër, kur ka thënë që ka ikur Amerika, ai ka konstatuar një fakt që e kishte thënë Spaku, e kishin thënë mediat, e tha dhe Rama, dhe nuk duhet ngatrojmë kontekstin. Pra, po ta shohësh si e ka thënë Rama të plot atë që ne vum aty, ose kujt i është përgjigjur, Rama është pyetur, ose e ka stisur vetat pyetjen, nuk ka asnjë rëndësi. Po, e ka stisur vetë. Amerikanët. Bravo, e ka thënë sepse ai do të vërin pa vetëm një gjë, që Spaku, pra është në shërbim të mesazhit. Spaku, thot ai, janë Amerikanët, si janë Amerikanët garant na ka neve. Ky është thelbi. Shiko, Flogirt, nëse më lejon. Atë synon ai, unë mendoj që Amerikanët në Spak janë një lajm i mirë, mendoj unë. Më lejo tani. Ai po thotë që Spaku tani më lejo tani duke bërë një kompliment. E kemi parë. Më lejo tani duke bërë një kompliment. Seriozisht dhe sinqerisht të përgëzoj. Për? Të përgëzoj për mënyrën se si e ndërton spekulimin në argument. Por mbi fakte. Që se quan spekulim faktin, fakt ti the një helm, çunat kolegët nuk ta pranuan që e ka thënë Rama, unë thash drejt duke të nxjerr faktin. Po edhe unë po vlerësoj si laç ka mundësi. Të betohem, e kam shumë të E vlerësoj. Edhe kjo tregon që me të vërtetë nga të talentuarit që do bësh përpara. Dhe ta them seriozisht. Falenderoj, jo e vlerësoj. Dhe këtë ta them që ta dëgjojnë edhe të gjithë. Se mësuar me batutat e Majkos ti, prandaj. Ato janë shumë të vjetruar, nuk Jo, realisht. Ato janë dëgjoj pak. Do detyrojmë të them një gjë kështu shumë haptazi këtu, që e majta gjithmonë tregohet shumë me aftë, me të vërtet shumë e begat për të prodhuar njerëz të cilët din t'ia mbrojnë anën. Ndërkohë që e djathta i had vetët edhe I ha bufi zogjt. E djathta nuk lejon që të ndërtohen njerëz që kanë aftësi dhe kapacitet për me prezantuar. Arjan, po trinte Flogerti. Po, do të më kundërshtoj tani, do të më kundërshtoj. Më pëlqeu që tha, por shiko pak tani. Konteksti fatikisht është shumë mirë vendosi Flogerti, por konteksti është pak ndryshe, sepse neve ishim në një moment që ajo që quhej rrjedhja e informacionit dhe e dosjeve mes të dyja palëve brenda Partisë Socialiste ishte kthyer në një problem serioz dhe po rrezikonte dhe informacioni po bëhej gjithnjë më i qartë që rrjedhshmëria e informacionit po komplikonte jashtëzakonisht shumë pozitën ligjore të dyja palëve, por jo vetëm të dyja palëve, por edhe vetë të Partisë Socialiste. Dhe Edi Rama në këtë rast është njeriu i cili duhet të ruajë një ekuilibër jo vetëm mes palëve, por për të mbrojtur dhe vetë Partisë Socialiste dhe pushtetit e tij. Pra loja e tij ka qenë një lojë prej power player, pra lojtari pushteti, që edhe palët i vendoste në një pozitë prej të bindurish, por që prapë kjo nuk i bëri punë sepse e dha pasojën e saj tek Veliaj, por nga ana tjetër Rama u detyrua që të ndërpresë atë që quhet linja e trashëgimisë në Partinë Socialiste. Kur ai deklaroi që unë do të jem këtu, sepse ka qenë në të njëjtën mbledhje, unë do të jem këtu, mjaft më me këtë betejë, mjaft më me këto informacione për media,
Ishte hera e parë që Rama doli me një projekt vazhdimësie. U dha mesazhin. Pra, dha mesazhin që shiko, unë jam i gatshëm pra t'ju këpus çdo lloj pretendimi që mund të keni për vazhdimisht do qëndroj vetë, pra, mori përsipër rolin. Po ky lloj roli pastaj ka edhe pasoja. Pra ka edhe përgjegjësi. Dhe normalisht që do duhet që këtë lloj roli do duhet ta negocionte me ndërkombëtarët. Se vazhdimësitë nuk janë kaq thjeshta. Ti nuk mund thuash një ditë bukur që unë dua të vazhdoj. Unë dua të jem dhe kjo gjë pastaj të mirëpritet dhe të mirëkuptohet nga të gjitha palët. Se çështja e pushtetit, gjithmonë çështjet e pushteteve nuk janë kaq të thjeshta sa na duken neve nëpër ekran, janë shumë të komplikuara, kanë shumë, po themi, ujë që rrjedh nën tokë. Dhe Rama e njeh mirë atë lloj mekanizmi, atë lloj makinerie dhe të gjitha deklaratat që i ka bërë, i ka adresuar me targetime të qarta dhe synimi i tij ishte pikërisht ky, pra që ai të merrte kohë, të bënte kthesën e madhe dhe të rinovonte ekipin e Partisë Socialiste, që të paktën çfarëdo që të ndodhte, të garantonte vazhdimsinë e tij. Pra kjo që po shohim neve të shfaqet në të gjitha deklaratat eklektike të Ramës, thjesht pasqyron atë që Rama është i gatshëm që Partia Socialiste ta transformojë të gjithën, dhe ai të mbetet aty. Dakor, po kjo luftë po thua Arjan, domethënë midis dy grupeve brenda, dy klaneve të forta brenda PS-s ka qenë reale që në kuptimin që mund të rrezikonte të mbyste gjithë anien. Shiko, me listën patjetër. Shiko, unë mendoj që ka qenë jashtë kontrollit të Ramës. Unë mendoj që në rast sepse mesazhi që ka dhënë Rama aty, sepse mesazhi për shkak që lexoi Flogerti, më pëlqeu mënyra se interpretoi Flogerti, është shumë e bukur. Por nga ana tjetër mesazhi që ai ka dhënë mesazh Gazbarit, ka dhënë mesazh Cave që herë shajnë, mesazhi shumë plural aty. Pra për pjesën ngritë PD-s, për ai mesazh është shumë i kalkuluar, ai ka dhënë dhe mesazh për Berishën, edhe për pjesën e vetët. Rama është mjeshtër këtë. Kështu që patjetër, s'mund thuash ndryshe sepse po thua që domthon kjo luftë ka rrezikuar. Ajo që unë mendoj dhe teza ime është kjo, që sot çfarëdo lloj grupi të ketë patur Partia Socialiste deri tani, ndryshon natyrë, ndryshon fuqi. E vetmja fuqi që mbetet në Partinë Socialiste është Edi Rama. Dhe lufta më e madhe që ka Edi Rama, dhe unë besoj që lufta që ai bëri në ato momente me Spakun, sa ju përball me Spakun, çfarëdo që thotë, ishte kjo që prekni këtë doni, pse të duket e rastishme që tha se mos guxoj njëri të më marr telefonin. Po. Pra, tani, më vjen keq tani. Unë besoj që Rama i ka dhënë mesazhet e qarta dhe nuk i ka dhënë për Spakun, i ka dhënë për ata që mbështesin Spakun. Që në qoftë se doni që këtu kjo forcë politike të vazhdoj të qëndroj, do qëndroj me të. Do qëndroj me mua, unë jam i gatshëm të sakrifikojmë këtë doni. Pra këtu është e gjitha. Pra, nëse shikoni që sot lista e Partisë Socialiste është e mbushur me djemë dhe vajza të reja që askush si një, askush se di çfarë janë, gjë që Rama e ka treguar gjithmonë që e ka guximin ta bëj, por tani e ka dhe shumë më të lehtë ta bëj se kur jam pushtet. Është fuqia e pushtetit që të lejoj që ti të marrësh vësh këtë duash, sepse pastaj ajo funksionon. Dhe sa në opozit ti se ke luksin. Dakor, po ti po më thua që i ka bërë mesazh mbështetësve të Spakut që në rastin konkret unë jam pra këtë. Po ka një gjë. Ai ka thënë unë jam pra, më lini mua dhe pastaj merrni këtë doni. Po mirë. Dhe unë jam i bindur që Rama nuk do ta ketë problem në qoftë se ta zëm. Edhe para 11 majit do ketë Firo. S'do ta ketë fare problem. Jo, edhe unë këtë e mendoj që s'ka asnjë. Domthon kjo është e gjitha, gjithë kronologjia ka të bëjë me atë që ai Ramës që ne konsideroni laç, na bën mirë sot. Shpreha e Ramës një bie dhe mira ngrihen, tregon që PS-ja ka emra pafund. Pra, edhe sikur unë jam bindur edhe sikur 20 ministra nesër Ramës ti dalin nga SPA, asnjë pasojë nuk ka. Gjë që se kuptoi kur Berisha për shembull. Gjë që se kuptoi kur Berisha, dhe këtu Rama ka avantazh, mua vjen keq shumë ta them. Berisha se kuptoi kur që i vetmi mekanizëm që ai kishte, apo opozita, apo forcat opozitare, apo populli opozitar kishin që ta kishin një shans në mos përfituar për të qenë një opozitë realisht e fortë nesër, se që dhe në opozitë kjo nuk diskutohet,
ta them me bindje këtë gjë, jo me kënaqësi, por ta them me bindje sepse jam i qartë për këtë gjë. Po parashikon një gjë të vështirë këtu, kështu që. Jo, po e them me dhimbje. Mos e thuaj sikur po na. Si parashikim, po e them me dhimbje, jo si Me parashikim. bindje dhe dhimbje pra. Nuk ka s'ka lidhje se s'po them si parashikim, por është fakti që opozita nesër do jetë edhe më e përulur para Ramës. Tani imagjino pak një Ram suprem para një grupi krejt të ri parlamentar të Partisë Socialiste, ku ata vinë dhe ata e adhurojnë liderin diell dhe mendoj një opozit me cilën ai do tallet se ai prandaj po i thot Koneta, ai po i paralajmëron. Ajo është Koneta me cilën do tallet edhe në 4 vjet të ardhshëm. Thajmë Konetën, thot. Po e kam për ai s'ka interes tatalli, ta thaj, ka interes tatalli. Arjan do ta diskutojmë këtë. Denis, tani Arjani solli këtë deklaratën e ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës kur u pyet besoj nga Ajo ishte deklaratë formale, unë nuk shoh ndonjë gjë të madhe aty sepse linja interesi amerikan po. Është interes dhe këtu pastaj Bashkuara. Tani rikthimi i tyre. A do të thotë që le të themi SPAC mbetet një nga interesat më të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë? Shiko, unë... Dhe si do ta përkthejmë këto? Nuk e shoh shumë si interes. Ne paka shumë e diskutuam edhe bashk. Ka mundësi që SPAC të mbylli qepenin për shkak se nuk do jetë më interes i SBA-ve. Ne do ta shohim sepse ai propozimi i Kasanofit është refuzuar për momentin nga Rama dhe nga Berisha. Do shohim nëse do vi propozimi i ri. Aty do shohim nëse është mbështetje reale e administratës së re. Kolin Shahin që është vendosur në vend Kasanofit dihet që është mbështetëse e Artur Dumanit edhe SPAC. Dakor, pra po, është tjetër gjë të jesh mbështetëse, tjetër gjë të çohesh nga Washingtoni, të vish në Tiranë dhe të shkosh kryeministri me këtë kërkesë. Kjo do ishte le të themi vula e mbështetjes për SPAC-un. Pse e them këtë? Sepse në një farë mënyre në raport me hetimet sigurisht që zyrtarët amerikanë do të kenë peshën e tyre, por fati ose kërkesat e përfaqësuesve të SPAC-ut janë shumë specifike. E para, ata duan këtë që kërkojnë për çështjen e mandatit, pra mundësia që t'u zgjat mandatin. Nuk kanë kërkuar një mandat të dytë në mënyrë le të themi automatike, por mundësia që ata të garojnë për një mandat të dytë. Dhe çështja e tjetër që kërkojnë, me sa kam parë unë, që lidhen me gjërat vogla të buxhetit dhe stafin, sepse realisht ka nevojë për staf dhe rishikimi i legjislacionit e ka kërkuar Dumani që ka thënë ne nuk mund të merremi me gjoba 500.000 lekë të një polici rrugor ose të një rushfete 500.000 lekë të një polici rrugor. Pra këto janë gjërat që ne do t'i shohim. Por unë duke marrë tezën e Galdinit se dalim tek ajo që thon cili do të jetë fati i Edi Ramës. Nëse Edi Rama e ka bërë këtë gjë edhe ka bërë këtë shërbim amerikanëve, atëherë pse mos ta themi që çdo vendimare raport me Ramën, se këtë tha Galdini, në Shqipëri vendimare marrin të huaj në raport me kryeministrat. Je sot kryeminist, nuk je, e vendosin ata. Edhe mund të jetë. Unë kam parimin që merret me negociat të gjëra. Pra konjunktura ndërkombëtare ka rëndësi. Ndryshe ka vende tjera që ndoshta kanë peshë më të madhe se ne. Pra Rama këtë kredo do ta shfrytëzojë në çdo vend. E ka marrë këtë kredo. Pra në një farë mënyre unë nuk e shoh Ramën, gjëja më e keqe që mundi ndodh Ramës do të ishte një largim i qetë nga pushteti. Kaq. Po jo tani në 11 maj. Pra unë nuk shoh ndonjë rrezik penal për kryeministrin. Unë e kam thënë, e kam dhe bindje këtë, qoftë edhe për këtë shërbim të madh që i ka bërë vendit dhe ndërkombëtarëve, qoftë është kjo teza, nuk mundet se në politik kjo funksionon. Do mjapësh të marrësh. Qoftë ai ka bërë këtë shërbim, nuk ka logjik që nesër se e kam dëgjuar këtë tezë sidomos nga opozitarë që sapo të iki Rama nga pushteti me njëherë prangat. Kjo s'ka për ndodhur. Shërbime ka bërë edhe Berisha për jo në këtë nivele. Jo në këtë nivele. Jo në këtë nivele. Të bëj një spekulim. Jo në këtë nivele. Reagimi i ambasadës amerikane kur është pyetur për media që me drejtë citon Galdini, ka qenë një deklaratë politikisht korrekte, por e paqartë në kuptimin siç ishim mësuar kur fliste ambasadorja Yuri Kim, që ju do hani bar, kjo spreket, kjo preket. Pra, edhe ambasada vet kishte një lloj paqartësie për qëndrimin e Departamentit të Shtetit dhe shpërndante vazhdimisht ato që histe Rubio në
Vazhdon ta bëjë. Në Amerikë, dhe vazhdon ta bëjë. State Department. Po, dhe thot që ne MAGA do merremi me interesat e Amerikës. Vetëm interesat e Shteteve të Bashkuara, të madhe sërish, jo të madhërishme, kështu që është në rregull. Nga ana tjetër, Rama dhe zgjatja e mandatit që kërkojnë prokurorët e kështu me radhë. Ka një reagim të Ramës. E ka bërë vetëm një herë, është pyetur dhe është përgjigjur për këtë. Dhe kur i është thënë që çfarë do bëni me zgjatjen e mandatit, më the thash për Spakun. Kur t'i vi koha, ka thënë. Rama ka thënë jo, po bravo. Ka thënë kur të vi momenti që të flasim 2027, ku diun ç'është ajo, që do flasim. Fik 2028 është çështja e mandatit. Do të veprojmë atëherë kur nuk po flas që tani, sigurisht që ka dhënë një mesazh me këtë. Ë? Nuk është treguar kreti hapur, është treguar, por ka thënë një fjali që për mua është themelore. Është themelore. Ka thënë gjithsesi, vija e kuqe për ne në çdo hap që do ndërmarrim në raport me Spakun janë aleatët tanë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Pra në finale Rama e ka konfirmuar, e ka certifikuar vetë që çdo gjë që ai bën, e bën në koordinim me ta. Dhe kjo më duket shpesh herë mua entuziazmi i tepruar dhe naiv i disa kolegëve apo i disa politikanëve që kur shohin Ramën që bën një deklaratë apo një reagim apo një qëndrim apo një gëzohen, thonë u prish Rama. Rama deri tani nuk ka bërë prit tani, se këtu kam kritikën unë për Ramën. Jo, kam kritikën, jo pse reagoi ndaj Velie. Nëse ka bërë një gabim Edi Rama, për mendimin tim, që është gabim që i kushton Shqipërisë, është heshtja. Pra ai justifikohet, unë kam heshtur në raport me procedurat dhe standardet që kanë ndjekur Spaku, me Metën, me Beqen, me Bllakon, me Kokën, me tjetrin, sepse nuk kam dashur që ti ndërhyj dhe ti ushtroj presion politik në një farë mënyrë Spakut. Tani unë këtë e kuptoj. Po unë nuk kërkoj nga Edi Rama që kur jo arrestua Meta apo Bllako apo tjetri, të dilte të thoshte Spakut kush je ti që arreston këtë. Se nuk e ke, ai është presioni. Por që në momentin që ty të vjen një raport nga Komisioni Evropian që parlamenti e ka humbur fuqinë e tij, pushtetin e tij, llogari kërkuese, më the thash. Kur ty të vinë nga gjykata e Strasburgut raste që të thonë prit se po shkilen drejtat themelore të njerëzit, ti duhet ta lësh pak më njan atë egon dhe interesin politik që prit se po të godas, po t'i kërkoj Spakut llogari për standardet do hum pik politik. Lëre më njan dhe thuaj, gjo, ne e mbështesim Spakun, pavarësinë e gjyqësorit dhe qeverinë e re drejtësisë ne e mbështesim plotësisht, por nga ana tjetër ne po shkojmë Bashkimin Evropian dhe nga gjykatat europiane na vjet dhe na thuhet që prisnin se po i shkinin katra këmbët drejtat e njerëzit, ligjit e drejtat e njerëzit për një proces bla bla. Qoftë kjo dhe për doktorin. E kupton? Dhe këtu është gabimi që ka bërë Rama, gabimi që ka bërë gjithë Partia Socialiste. Ja kam thënë mbrëmë dhe një kolege të Ramës ose deputete të Ramës, varëse të Ramës, Ermonela Fela që e kisha në debat, që ju gjithë juristët që jeni aty, që jeni prokurore, gjyqtare, po jo mo... Ska kolege, gjithë e varëse, e thash pra, e ula. Dhe përfundoj gazetarë. E ula komplet, se ajo është dhe ngarë, kështu nuk do të prishim punës kujt, po thelbi është që ju juristët e Partisë Socialiste, e keni për detyrë që t'i thoni atij zotris, se ka një perceptim oret, dhe këtë unë se kuptoj pse, ka një perceptim që Edi Rama i bën gjitha në kokën e vet. Tani që i merr vendimet Edi Rama këtu s'ka smena s'ka lem. Po që Edi Rama do informacion, do argument, do pika mbështetëse për të ndërtuar narrativën, kjo nuk ka prapë më të vogël diskutim. Se drama nuk është as financier, as ekonomist, as jurist, pra në këtë kuptim Edi Rama e ka patur informacionin që po shkilen drejtat e njerëzit. Me ligjet që kemi ne, procedura dhe vetëm kur ra bomba që erdhi Spaku i herë, ai Strasburgu i herë tha ore, 21 janarin i tha. Tu jam pak me Arianin që për shembull ne marrim ligjin për dekriminalizimin. I tmerrshëm. Po me bekimin e kujt u bë? I tmerrshëm. Po me bekimin e kujt?
Po dakord, Pra është faktori ndërkombëtar që të përcakton që për këto tema ti s'do flasësh fare. Dëgjoj, mos ngatro diçka. Si ajo, më fal. Po kundërshtonte dekriminalizimin, do i thoshin, do i thoshte Basha i pari po të tjerët. Denis, mos flasim unë nuk po flas për